Një nga lagjet më të populluara të kryeqytetit është lënë në hares nga kryebashkiaku Erion Veliaj. Të zhytur mes baltës, gropave me ujë dhe pa ndriçim, për banorët kjo rrugë është kthyer në një mangës të vërtetë. Mirë dita, mund të bëj një pyetje? Po, urdhëro. Banor i kësaj lagje jeni? Po. A keni bërë ankesa për infrastrukturën e rrugës? Është lagja Mses Fush. Kemi bërë ankesë për këtë rrugën, quhet rruga Peshku. Kemi bërë ankesë disa herë dhe si lagje, por nuk ka gjetë zbatim, pavarësisht se populli, komuniteti, paguaj edhe takës gjelbrimi edhe pastrimi. Dhe kjo është e paasfaltuar, ku ne nuk ka as gjelbrim dhe as asfalt. Ne paguajmë për këtë rrugë dhe kemi bërë disa herë, por nuk ka gjetë zbatim. Me sa po shoh, këtu ka dhe shumë fëmijë që luajnë në këtë rrugë. A keni bërë ju ndonjë ankesë që të ketë diçka ku fëmijët